Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka lënë mjekët gojë hapur, një gotë nga kjo, ulë sheqerin në gjak në kohë rekord. Diabeti është një sëmundje shumë e zakonshme që ka prekur tashmë një masë të madhe njerëzish. Ai ndodh për shkak të prodhimit të ulët të insulinës dhe funksionimit jo të duhur të saj për të prodhuar në trup. Sasia e tepërt të sheqerit, faktori gjenetik dhe jeta sedentare janë disa nga faktorët më ndikues të kësaj sëmundje të rëndë. Diabeti ndahet në atë të tipit 1 dhe të tipit 2, ku pankreasi nuk prodhon insulin mjaftueshëm, dhe në atë të tipit 2, ku trupi juaj nuk prodhon insulin dhe nuk reagon ndaj saj. Simptomat kryesore të diabetit përfshijnë lodhje, humbje të pashpjegueshme peshe, probleme me shikimin, ejtje, uri dhe urinim të shpeshtë. Diabeti mund të mbahet nën kontroll në mënyrë që ju të shmangni shqetësimet e tjera që mund të shkaktojnë në shëndet. Gjithashtu, sheqeri i tepërt dhe njëkohësisht i papërpunuar në trupin tuaj për shkak të rezistencës së insulinës mund edhe të ngushtojë dhe të ngurtësojë arterjet tuaja, duke shkaktuar probleme me zemrën dhe sistemin kardiovaskular. Gjithashtu mund të shkaktojë sëmundje të mëlçisë, pasi mëlçia detyrohet që të bëjë punë shtesë në mënyrë që të përpunojë sheqerin. Ka disa trajtime të caktuara për diabetin dhe shumica e njerëzve i përdorin ato që zakonisht janë të rekomanduara nga mjekët. Ka ilaçe në varësi të llojit të diabetit që ju keni, por gjithashtu ekziston edhe mjekësia alternative natyrale, e cila është po ashtu efektive. Është një recetë me 3 përbërës e cila ju ndihmon ju që të shpëtoni nga diabeti fare lehtë në krahasim me efektet anësore të ilaçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 shkopin kanell, 1 lugë gjelle karafil, 5 litra ujë mineral. Hidheni ujë në një enë të madhe dhe më pas shtojeni edhe përbërësit e tjerë. Mbulojeni enën me kapak dhe vendoseni në frigorifer për rreth 5 ditë. Pas kësaj, pija është gati për t'u përdorur. Duhet të konsumoni 100 ml çdo mëngjes me stomakun vosh. Pas përfundimit të përzierjes duhet të bëni 15 ditë pushim. Përdorimi i insulinës dhe medikamenteve duket i paevitueshëm për njerëzit e diagnostikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli i triglicerideve dhe i tensionit të gjakut tek personat me diabet me sa duket rritet ndjeshëm, duke nxitur kështu përdorimin e një sër medikamenteve të cilat shkaktojnë po ashtu dëm në organizëm. Të dhënat tregojnë se një regjim specifik ushqimor që përfshin fruta dhe perime të freskëta është shumë efikas. Konsumoni fruta dhe perime të plota ose të shtrydhura, por ekspertët sugjerojnë që ju duhet i konsumoni të plota, pasi sasia e frutave në lëngje është edhe më e madhe dhe si pasojë edhe sasia e sheqerit. Juve do t'ju duhet një vullnet i çelikt dhe një përkushtim i fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe të pagatuara, derisa niveli i sheqerit në gjak të ulet. Fal nivelit të ulur të sheqerit në gjak ju humbisni edhe më shumë në peshë. Regjimi me ushqime të freskëta dhe të pagatuara do ta vini re që do t'ju transformojë. Në rreth 4 muaj ju do të arrini të normalizoni tensionin, peshën dhe trigliceridet. Të gjitha këto arritje falë zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ilaçeve. Sipas të dhënave, një nga ilaçet më të rekomanduara është një kombinim fitues për shëndetin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 kivi, 1 grusht me spinaq, 2 banane, 2 mollë, gjysmë litri ujë. Përgatitja:
Hidheni të gjithë përbërësit në një mikser dhe përzjeni së bashku. Shtoni ujin dhe përzjeni sërish. Pini rreth gjysmë litri të lëngut në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Sipas ekspertëve, nëse ndiheni të uritur, hani fruta, sallata dhe njëkohësisht peshk ton, sepse trupi juaj do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se nuk do të ndiheni fare të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojitet nga gjaku, ku gjenden edhe ushqyesit më të dobishëm. Dritrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbit dhe ajo prej drithit të plot kanë një nivel të ulët glicemie. Ato gjithashtu janë të pasura me fiber, e cila ngadalson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush, moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët glicemie, sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë nga ana tjetër mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie, sepse shtrydhja e tyre largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se njerëzit të cilët gjithashtu konsumojnë më shumë boronica, rrushë dhe moll kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti i tipit 2. Patatet e ëmbla. Sipas informacioneve, patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla njëkohësisht kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasura edhe me ushqyes. Kosti. Kosti është i vetmi produkt të bulmeti i cili po ashtu ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosti i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha ai është mjaft i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ajo ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje në nivelin e sheqerit në gjak. Tërshëra gjithashtu përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul gjithashtu yndyrat tuaja në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët gjithashtu janë të pasura me fiber dhe kanë një nivel tepër të ulët glicemie prej 9,55. Ato janë gjithashtu të pasura edhe me proteina në bazë bimore, acide yndyrore, mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet që të hahet e freskët sepse ushqyesit janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit gjithashtu nuk kanë nivel glicemie dhe ato janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat e rrezikuar prej tij. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!